risku dhe për Shqipërinë dhe për kontinentin evropian është shumë i ulët. Kjo nënkupton që nuk ka asnjë lloj kufizimi të udhëtimeve, asnjë lloj kufizimi dhe të tregtisë. Pra, jo vetëm në Shqipëri, për shtetasit shqiptar, po për gjithë shtetasit evropian. Theksojmë që ky vlerësim bazohet në disa kritere epidemiologjike dhe kriteret epidemiologjike, së pari sepse duke u nisur nga shpërthimi në fjalë në anijën turistike, lloji brejtësit që është rezervuar për virusin të ashtu quajtur Antes nuk ekziston në kontinentin evropian dhe as në Shqipëri. Dhe së dyti, hantaviruset janë një grup i madh viruses, pra të ndryshëm. Dhe ky lloj hantavirusi që u zbulua në anijën turistike, pra transmetohet në raste shumë të rralla nga njeriu tek njeriu, po brenda kontakteve të ngushta familjare, kontakteve të ngushta dhe të zgjatura, pra duke i shërbyer, duke kujdesur për një pacient në mënyrë të afërt brenda familjes. Ndërsa të gjithë llojet e tjera të hantaviruseve që qarkullojnë dhe në Europë dhe në Ballkan, por edhe në vendin tonë, që qarkullojnë në mënyrë sporadike, nuk transmetohen nga njeriu tek njeriu. Gjithashtu, janë marrë masat e shëndetit publik nga Instituti i Shëndetit Publik dhe Ministria e Shëndetësisë, të cilat janë përforcimi i survejancës në lidhje me raste eventuale të dyshuara, shpërndarja e informacionit në të gjithë shërbimin e sëmundjeve infektive në të gjithë vendin, ndarja e informacionit dhe survejanca e përforcuar me të gjitha një VKS-t, të cilat kanë pika porta hyrje detare, toksore dhe aerore, për përforcimin e survejancës dhe për marrjen e masave të shëndetit publik, kryesisht në lidhje me mjetet kryesore parandaluese dhe veshjet mbrojtëse. Gjithashtu, po kryet edhe webinar informues me gjithë mjekët infeksionistë dhe mjekët e shërbimit parësor për të qenë më të përditësuar me shenjat dhe simptomat e hantavirusit për zbulimin e kohë të çdo rasti të dyshuar dhe izolimin e këtij rasti të dyshuar nëse do ketë dhe monitorimin e kontakteve. Gjithashtu, në përputhje me rregulloren ndërkombëtare të shëndetit, Shqipëria ka kontakte të vazhdueshme dhe me organizatat botërore të shëndetësisë, por edhe me vendet e tjera të rajonit për shkëmbimin e eksperiencës dhe të informacionit nëse do kenë raste të dyshuara, por veçanërisht edhe me Greqinë, e cila kishte edhe një rast të përfshirë në këtë shpërthim. Pra, si përfundim, themi që nuk ka fare vend absolutisht vend për panik. Shërbimi shëndetësor në gjithë vendin është i gatshëm për të përballur, për të identifikuar sa më shpejt çdo rast të mundshëm. Instituti i Shëndetit Publik i ka të gjitha kapacitetet për testimin, për kryen e diagnozës dhe dhënien shumë shpejt të rezultatit. Nuk ka shans fare për pandemi, sepse nuk transmetohet nga njeriu tek njeriu. Pra, nuk është si gripi, kështu që për pandemia që bëhet fjalë, por rreziku dhe për shpërthimet lokalizuara është shumë i ulët. Masat janë në masa higjieno-sanitare, pra një higjenë mirë dhe personale dhe e ambientit, kryesisht ku ka brejtësa.